parlamentarit. Fillimisht dua të ndalem te kjo pjesë. A mendoni që ka qenë kërkesë e duhur nga ana e nismës që ta kërkoj këtë pozitë? Tani, në rrugën tavolimin bisedim për me arrit një kompromis, kërkesat mund të jenë maksimale, mund të jenë çfarëdo. Unë mendoj se ka të drejtë. Nisma të përfitojë. Na nuk e kemë veç këtë situatë, kemë situata ndryshme kur me 1, 2, 3 deputet kanë marrë pothuajse gjysmën e qeverisë. Praktika që janë të mira, por që bën të ndodhin. Në emër të stabilitetit, krijimit të qeverisë, ku ta di interesit politik i parafron. Nisma mendoj se për shkak të matematikave që ka bë, nga hyrja në garë zgjedhore bashkë në koalicion me Aleancën, pastaj lëvizja nga koalicioni në emër të një interesi politik, që unë prapë konsideroj legjitim, por që mendoj se e ka humbur kredibilitetin mas dhe edhe ashtu s'ka kalu në Erprogën, po tani ka shumë më të vështirë për ballet me votën qytetare dhe nuk kalon alternativë për vete nuk ka kthim mbrapa. Vetëm të bëhet pjesë e vetëvendosur dhe aty do të jetë një përdërimshë. Se kjo është strategjia vetëvendosur, nuk e don aja këtë kontingjent të partisë politike siç është Nisma. Por e ka sjell situatën këtu dhe ajo mundet me qenë pjesë e një qeverie të caktuar dhe konsideroj legjitime. Në aspektin morale, njerëzor, ato tjera tema që lidhen me karakterin tonë, ajo është temë krejt tjetër. Shife, këtu ka një problem esencial. Merë në raportin e Komisionit Bashkimit Evropian për zgjedhje, se u mundua të kalohet në heshtë, u metëm dhe u marrë na çdo ditë me këto seancat 1 minutë, 2 minutë, sa po të zgjasin, dhe po harrojmë mire me gjërat esenciale. Merë në raportin e Bashkimit Evropian, fund e kry është me kritika. Por është në vete një raport, po ashtu i rrezikshëm që unë mendoj se edhe State Departmenti ka me kritiku. Sepse në krye të raportit potencohet ndërhyrja e Serbisë në zgjedhje dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse ka ndërhyrje e Serbisë në zgjedhje, këtë ka thënë edhe kryeministri. Atëherë këto zgjedhje kanë të manipuluara nga Serbia. Dhe nëse pretendohet me ndërtu institucione në zgjedhjet ku ka pas ndërhyrje Serbia, unë atëherë e quaj këto argat Serbisë. Se do të thotë, duhet me shku zgjedhje të reja. Në qoftë se sipas pretendimit të raporti ka ndërhyrje Shtetet e Bashkuara, eksponent saktuar përmenden, po që prezantojnë shtetin e SBA-ve. Atëherë unë e kërshofton në frymën e vetë kësaj subjektit parë politik dhe gjithë periudhës saj për ardhin pushtet dhe gjatë pushtetit, të ngritjes së frymës anti-amerikanizmit në Kosovë. E ky raport po tregon se ka qarqe edhe brenda Bashkimit Evropian që pretendojnë me ngrit frymën e anti-amerikanizmit. Sepse nëse ndodh ndërhyrja e Shtetet e Bashkuara në një shtet, qoftë edhe politike, diplomatike, ushtarake, ndodh vetëm për çështje